Shko, asnjëherë nuk më ka pëlqyer që Mirëdita të ketë një lloj eksperimenti absolutisht për gjëra që shkojnë në dëm të saj. Siç më kanë pëlqyer iniciativat që kanë bëjnë me zhvillimin e saj dhe me mbajtjen e banorëve në këtë vend tonë. Për cilët Mirëdita është gjë shumë kryesore. Kur flas shumë, jam personi që nuk ka fshat mos kem shkuar tek njerëz, barinj, fermer, nuk mund të harroj edhe domzhorin që është vetëm në Shqipëri që ruan linjën e parave tash mes të gjyshën e vetëm e gjyshën e tjerë me radhë. Nuk ka kru, jo vetëm në Mirëditë, po edhe në zona tjera që mos kemi motivuar dhe rrugët e reja që banë, që kronjët që kanë qenë kronjët e rrugëve të gjata, të mos futen tu, por të jenë punu ndruan si dikur, dhe të mos futen në përshpia, po të shërbejnë publikut, kudo që siç ka qenë tradita jone e hershme, që të jetë gjuhë përmes një tjerë. Por kjo nuk më pengon që unë të them në një vërtetë, të cilën do ta shohim pak më ndryshe. Kemi parasysh, censusi i para 2 viteve, Mirëdita ka 13.500 banorë. Sot është poshtë 13.000. Të paktën unë di që 10 familje kanë ikë nga Rresheni që i njoh edhe fëmijët e tyre. Ekselent. Pra është një hitje dramatike. Në Mërkurth jam marrë me një bari floti, unë ketë 25 vjeç. Dhe ka marrë një shtëpi që ra, nga Puna ka marrë Mërkurth, ka 400 bakti, 400 dele, 900 dhit, një djalë punëtor i jashtëzakonshëm, është i vetëm i tym në vend. Tani do të shkrim drejt banorit zero, sepse Mirëditë do themi janë totalisht që të mos zorat e mbrojtër e tjerë, mos ditë zgjeron, kam një propozim pasaj, por Mirëditë do të preferojmë që të shkojmë drejt banorit zero. Nuk do të investojmë. Burorët do të investojmë, tek minjerët nuk do të investojmë. Në pyetje jo, a ne këto, po kun, çfarë veni? Kush janë hapësira që japin Mirëditës? Atëherë këtu problemi është i rujtjes raportit, se gjithmonë, gjithë bota është zhvilluar, kjo është luftë në mes ekosistemit dhe zhvillimit. Pra, cila është që mund ta mbajë Mirëditën dhe cilat mund të jenë diçka që unë mendoj, që duhet mbështes. Unë e kam mbështet katunin e vjetër. Kam qenë drejtori i trashëgimisë dhe kulturës Mirëditë. E kam mbështet katunin e vjetër, kam mbështet me mend miqtë e mi që kemi pas. Kanë qenë 3 kërkesa për hec në katun vjetër. Dhe me shpendemin, unë t'ja harroj dhe sot e kësaj dite që e mbajmën, zgjeruam zonën e mbrojtur. E futëm ishte vetëm kisha, e futëm në gjithë zonën e mbrojtur që nga katuni vjetër ku është dini, ku jeni juve në rrap. Dhe pas kësaj i kam shkruar drejt bashkisë, kam thënë, kjo zonë është zonë e mbrojtur vllajtar, jo ke hartën mos i fle. Mos e lejo që të jepet leje. Dhe sot nuk ka leje, ama ka një justifikim të punës. Pse? Fakti që erdhi Mariana Grat dhe solli ekoturizmin aty. Janë edhe 7 resorte tjera, të cilët gjithë fshati është i angazhuar, nuk kemi sot tokë pa mbjellur. Pra këtu është, po tani mund të flasish mua nga Amerika, dhe nuk janë me rregullu pullën e etatës kanë atje, edhe i jep mend tan Mirëditës, i jep mend ta mbyjas. Pra atëherë, unë them që katuni vjetër e ka merituar këtë lloj mbrojtje, jo se ja dha shumë, se ishin një sër faktorësh. Dhe sot e ka justifikuar, sepse katuni vjetër është bërë një pol turistik, një nga çfarë nuk dëshon që vetëm në vitin e pandemisë ka fitur 17.000 turistë. Ka një djalë që ka lënë Italinë, unë i pëlqej këtë trik si punari i së kështu, ka lënë Italinë dhe ka bërë resortin tek ajo shtëpia si rraf koncentrik. Bajroni ka prit çdo vit 8.000 turistë riciklik që vinë në vazhdueshme. Pra ky është modeli dhe ky duhet mbrojtë fort atje, që mos i prek asnjë gjë atje. Edhe e dyta, edhe zhvillimi, flasëm edhe për bashkinë, unë ja kam thënë kryetarit parë, edhe tjetër, ja them dhe Berdit sot. Është pa fashme një fshat që ka dhënë modelin dhe sot ka një rrugë si para 30 viteve. Ai meriton që të zgjirot rrugët, i bëhet rrugët edhe të rregullohen. Nga ana tjetër, shoh minjerën e Sfaqit dhe më rricën, sepse unë kam punuar vetë në burgun e Sfaqit një vit. Dhe më rricën vërtet minator se di se çfarë problemi ka. Asnjëherë nuk është vepruar në kohën e duhur nga Mirëdita dhe përfaqësuesi i Mirëditë. Asnjëherë. Dhe shpeshherë, por e gjykoj nga herë them vetë, po si ka mundësi më, do të vazhdoj të përdoren si mish për top. Ky është problem shumë i madh, nuk mund të përdoret Mirëdita si mish për top për interesa individësh të veçantë. Pse? Në kohën kur ishte T-Rex Exploration dhe ti shumicë që ka bën monet, një model një kompani joint venture kanadeze dhe amerikane, bëri një mbretëri në kërkimet gjeologjike, zgjeroi kërkimet gjeologjike e tjerë dhe ishte gati për të hyrë në shfrytëzim. Dhe në gjitha, që ose kushtetut e kanadeze, po amerikane, kompani që veprojnë për janë
e kanë parsore ndikimin social. Kështu që ata dhanë një ndikim të jashtëzakonshëm. E dyta, rritjen e mjedisit. Ne patëm një model dhe humbëm. Nuk më vjen mirë ata familje që kanë marrë dhe kanë zaktuar të venate. Ishte një model i jashtëzakonshëm. Një model që ai kishte edhe atë përpunimin të ulave të zeza. Lui për i Ballafan, kur t'ikin patin dhe një rësheni, se rësheni s'ka lerdhur i lezeta të rësheni. S'ka ne mund t'ja lerdhur, por ai model mund t'ja. Por ajo që është kryesore mentor, as kush nuk të rryen atjere. Me përshtin të sa specializë që ishin të friksuar Ministri e Ekonomisë, dhe e di shumë mirë, sepse kompanitë turke e kanë genetike një thënjën, absolutisht, ndërkohë që me ata kishin programuar që të kishte 5 galeri dhe nuk do vepronin kështu si barbar dhe do bënin shfrytëzim model, shfrytëzim me kritere, madje as me makineri, por me vagona, siç ban Sajt Muja atje sipër në i Kromit që është në Tropoj. Dhe vazhdon të inspirojë inovacion për Florinën e Gjelbër. Pra, është një model i jashtëzakonshëm Sajti atje. Nërsa këtu tani u futën o burra atë dhe i hynë sa i minjerë si më hynë, e kanë dalë të problem, por nuk është ndërhyrë kohën e duhur. As edhe një herë, faktori militor nuk kanë ndikuar në kohën e duhur. Sepse po t'ishte T-Rex Exploration, një dita ishte pa harë. Nga pikpamja tjetër e lumeve, unë do të them dhe i gjallë. Mirdita e ka la porxhin e vetë. Ne nuk mund t'jemi tani, nuk jetojmë në makinat përvetëm mobil, të shaj pa ekonomi, pa njërën pa tjetër. Në fundi si që është prek, me basenin e Vjerzës e tjerë, Qina, mirë, fajmë sepse mendoj një po më tjetë Vjerzës, po si Tomani e tjerë, me që do jetoj ekonomie, me ato timi drita jo, timi rrë, që çdo krahin normal që ka riskun e vetë. Mirdita e lau riskun. Fakti që mbaroi historia me lumin e Fanit Madh dhe lumi Fanit Vogël që u depërtu me tunel, kur në fakt kanë qenë dy projekte që të 83-shin, edhe për Fanin e Madh, edhe për Fanin e Vogël, në të moment Mirdita e ka la borxhin. Ka mbi 4-5 kërkesa nga Repsi deri në Thirrë. Besim. Mbi 4-5 kërkesa, pra të veprohet si me Fanin e Madh atje. Unë ka rrashkesh që është një panoram që i lirë shtyte i e bashkëmisht më dhe Gojani, është një gjallë bukur, s'kishte ujë, di që ka lova aty, s'kishte ujë farë, dhe të vjen keq. Nërko pra, e njëta situatë mund të jot nesër mas nesër me Fanin e Madh. Atëherë çfarë? Fanin e Vogël. Fanin e Vogël kalon rruga Komit, unë e përceptoj si lumi i Komit, jo thjesht Fani i Vogël. Atëherë, a duhet që kjo të bëhet zonë mbrojtje? Pra, është momenti që ne nga Reksi andej mos e humbim ta bëjmë zonën mbrojtje, sepse ka përfaqe të gjitha ato. Nuk e mendon të gjithë Kosova që vjen të tjerë, një rrugë transbalkanike, jashtëzakonisht strategjike. E dyta po bëhet rruga e Lurës. Për fat, po asfaltohet. Tani ka një gjë. Ne kemi luftuar rrugës. Edhe unë personalisht që mos bëhet heci dhe sot nuk flas me familjen, me ato familje që kanë qenë atje sepse isha në më shumë sasi etj, edhe në organizacione civile, sepse nuk u bë. Dhe fati më shpëtoi ajo. Nuk është bë uraga, po ka një gjë. Tani kjo zonë Lura nuk mund përceptohet pa paradhom me vetë. Dhe paradhom me vetë është Kurneshi. Është Dyka Selipës, me atraksione që rrallë mund t'i gjetë. A duhet që dhe kjo të banë zonë mbrojtje? Unë mendoj që ju të na ndihmoni edhe gjithë bashkia të tjerë do të bëjmë gjë se ai vetë kjo të kanalizohet si zonë e mbrojtje. Pastaj unë jam i bindur 100% që do ketë zhvillime. Por mbi gjitha për ta mbyllur këtu, unë jam përkrahas i çdo zone që punon. Po punove, mbron edhe fshatin, mbron lumin, mbron brojlën dhe nuk bëhet me folklorizëm dhe duke shpalos flamujt mëdhej anekdotë. Jo, do të hikje nga rezidivet e një arkaizmi folklorik skandaloz, nuk mbrohet Mirdita kështu.